E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin natën e sotme për të ndarë së bashku një histori të jetëdhimshme. Janë ca ndarje në jetë që realisht nuk janë ndarje me vare shqyr Zotit, por janë ndarje që nuk ke asnjë lloj informacioni, nuk din asnjë gjë rreth njeriut me të cilin ti je ndar dhe në kokën tënde krijohen shumë pikpyetje. Njëherë e kupton si histori, më pas e ndërton një fabul në kokën tënde dhe mundohesh që atë fabulën ta bësh në realitet. Historia që do të ndaj sonte bëhet fjalë për një zonjë e cila nuk e ka ditur që vllaun e saj e ka të gjallë deri në momentin që vllau është martuar me komshien e saj. Do të thënë kuptoni se çfarë histori e dhimbshme është. Unë jam rritur me një boshllëk në shtëpi, thot, me një emër që përmendej gjithmonë me zë të ulët edhe me sy që mua më shmangeshin. Këtë letër realisht e ka shkruar vajza e zonjës. Ishte emri i dajës tim. Na kishin thënë se kishte vdekur shumë vite më parë. Nëna ime ishte rritur duke besuar se vllau i saj nuk jetonte më. Dhe bashkë me të, edhe ne, fëmijët e saj, u ritëm me një dhimbje të trashëguar, pa e ditur pse ishte kjo dhimbje. Nëna ishte vajza e madhe e gjyshes, që e vogël kishte mësuar të mos bënte pyetje. Kur pyeste për dajën, gjyshja vetëm e ulte kokën edhe thoshte: "Mos e hap atë plag, bi, është plag e mbyllur." Na u tha se daja kishte vdekur foshnjë. Një histori në fakt e thatë, pa varë, pa fotografi, pa kujtime, vetëm një fjali që i mbyllte të gjitha: nuk jeton më. Por në shtëpinë tonë, e vërteta realisht nuk vdes kurrë. Vetëm pret. Vitet kaluan. Nëna u martua, krijoi familjen e saj, por gjithmonë ndjente diçka që realisht i mungonte. Një vëlla që nuk e kishte njohur kurrë, një copë zemre që i ishte mohuar pa asnjë arsye. Dhe pastaj, pas gjithë kësaj kohe, ndodhi një diçka që na tronditi të gjithëve. Në lagjen tonë, tani do filloj historinë, jetonte një komshie. Një grua e qetë, e vetmuar, që e njihnim prej shumë vitesh. Një ditë prej ditësh, u përhap lajmi se ajo do të martohej. Asnjë gjë e çuditshme derisa e dëgjuam emrin e dhëndrit. Kur nëna ime e dëgjoi emrin, u zbe. Emri ishte i njëjtë, mbiemri ishte i njëjtë, mosha përputhej. Ajo qeshi nervozisht edhe tha: rastësi. Por në thelb zemra e saj filloi që të rihte ndryshe. Dita e dasmës erdhi. Lagja ishte në këmbë. Kur dhëndri zbriti nga makina, nëna ime u mbi e tëra. Ishte ai, gjallë, me sy, me frymë dhe me duar që shtrëngonin të tjerët. Ishte vllai i nënës, daja ynë, ai që realisht më përpara na kishin thënë se kishte vdekur.
Nëna ime mbaj mend t'u mbajt pas murit që të mos të rëzohej. Lotët i rrithnin pa zë. Ajo nuk dihej nëse duhej të qante nga gëzimi apo duhej të qante nga tradhtia. Por, e vërteta çuditërisht doli si thik. Gjyshja e kishte pasur dajën tim në jetë, e kishte sjell me një burr tjetër. Një lidhje që realisht nuk u pranua kurrë. Kur u nda nga i burr, ajo u kthye tek burri i parë. Dhe fëmijët i la pas. Dajën e kishte lënë tek burri i parë, duke u betuar se ai fëmijë kishte vdekur, për ta ruajtur nderin, për të fshehur turpin dhe për të shpëtuar veten. Ndërsa nëna ime u rit me një gënjeshtër. E si është jeta? Kur u përballën, askush nuk foli për minuta të tëra. Vetëm shikime, lot, një jetë e tëra e humbur në heshtje. Daja na tha, unë gjithmonë e dija që kisha një motër, por nuk më lanë që ta takoja kurrë. Nëna ime u shëmb, jo sepse i gjeti vëllan, por sepse e kishte humbur për gjithë jetën pa asnjë lloj faji të saj. Sot, pas kaq shumë vitesh, ata janë takuar. Janë motër e vëlla. Por fatkeqësisht vitet nuk kthehen më. Dhe gjyshja heshti deri në fund, me barën e një sekreti që shkatërroi 2 jetë. Por çfarë mësova unë? Mësova se e vërteta del gjithmonë. Në fakt, histori të këtilla, unë dua ta falenderoj vajzën në fjalë që e ndau me mua. Histori të këtilla na mësojnë që sado që ne të duam të fshejmë të kaluarën tonë, t'i vëmë çelësa saj, të mbyllim ato dyer, gabojmë dhe nuk e mendojmë që e vërteta është krejt tjetër. E vërteta ka dimension tjetër dhe një herë në jetë ajo gjithmonë del.